Okej, ndjes. Si që pam shparë që unë thashë jo çdo raport gjeneron, ka dhe raporte që e kanë përshkrimin këtu, por nuk gjenerojnë diçka, si që pam kartelin e furnitorit. Do të shikojmë një raport tjetër. Atëherë një raporte, klient dhe furnitor. Shkojmë dhe shikojmë situacioni, sepse jemi tek furnitori, nuk jemi tek klienti. Pra, kartela klientit e bëjmë e heqim. Kartela furnitorit në monedhë bazë. Të shohim çfarë gjeneron ky lloj raporti. Dhe shikojmë. Ky nxjerr një furnitor 1 që ka qenë më përpara. Dua të shikoj këtë që neve sapo bëm. Situacioni i furnitorit. Situacioni i furnitorit. Atëherë, situacioni i furnitorit, dhe nga kjo edhe njëherë po t'i kthejmë raporte klient dhe furnitor, ne kuptuam që ai raport i cili na shërben neve për të parë gjendjen e furnitorit, është që na jep informacionin që kërkojmë, është situacioni i furnitorit. Por thash, to nuk janë të prera me thik, sepse kur të keni atë Alpha Webin konkret që do punoni, që është tamam, duke parë, duke kuptuar se cilin raport kërkon të nxjerrësh. Zakonisht to shkarkohen në Excel sepse të ndihmojnë. Çfarë kuptojmë neve nga kjo? Shife, tani marrim Volkswagenin. Sepse unë nuk kam punuar me këto furnitorët. Unë kam punuar me Volkswagenin dhe me Artan X-in. Këto unë duhet i fshi. Fakti që i fshi në Excel nuk përbën ndonjë problem për ty. I bëjmë shumatorën këtu kësaj. Atëherë, kemi Volkswagenin. Çfarë thot? Detyrimi më parë shëmtim nuk e pasur. Shuma në kredi, detyrimi. Pra, Volkswageni është me gjendje kreditore, që do të thot, një detyrohemi ne këtij furnitorit t'i paguajmë 1.960.000 lekë. Kemi dhe Artan X-in, shuma në kredi, detyrimi. Pra, shuma në kredi është e barabartë me detyrimin që kemi neve, se ne kemi furnitori nuk ka detyrim ndaj nesh, ne kemi detyrim ndaj furnitorit. Atëherë gjendja kreditore e furnitorit është e barabartë me detyrimin që ne i kemi. Në orën në vijim, duke qenë se tani jemi drejt fundit, në orën në vijim unë do të bëj modulin e arkës dhe të bankës. Dhe çfarë do të bëj? Kur të bëj modulin të arkës dhe të bankës, do të shkoj dhe do të bëj likuidim dhe të pjesëshëm dhe do të bëj për shembull një likuidim të pjesëshëm te Volkswageni dhe do shikojmë sa na del detyrimi dhe do të bëjmë dhe likuidim të plot tek ky Artani për shumën 15.000 lekë. Unë do bëj likuidim të plot për Artanin për shumën 15.000 lekë, veprimi i cili do të shfaqet në debi dhe gjendja kreditore e furnitorit me shpenzimin tim në debi do të nxjerrë balancën 0, që do thotë unë nuk kam asnjë lloj detyrimi ndaj këtij furnitori. Si përmbledhje të ditës së sotshme, doja t'ju bëja edhe një herë një përmbledhje të shkurtër, ku ne çelëm ndërmarrjen, çelëm magazinën, çelëm artikujt afat gjatë dhe afat shkurtër ku përmendëm diferencat midis tyre, çelëm furnitorin, bërëm blerje qoftë të makinave, pra si artikuj afat gjatë dhe të këtyre të orizit si artikuj afat shkurtër dhe pam raportin e furnitorit. Dhe ajo që thash është që blerjet ndahen në brenda vendit dhe jashtë vendit. Blerje artikuj dhe blerje shërbime. Ne bëm regjistrimin e blerjeve të artikujt, në seancën në vazhdim do të bëjmë dhe blerjen e shërbimeve, do të regjistrojmë 2-3 shërbime, si dhe do të shikojmë regjistrimin e importeve. Gjithashtu do të kalojmë dhe tek shitjet, sepse ky është thash aktiviteti kryesor, blerje shitje, prej të cilave gjenerohen dhe kartela furnitori, klienti dhe gjendje magazine. Që do thotë, kur ne bëjmë blerje, magazina është me gjendje, kur bëjmë shitje, magazina është me dalje dhe është kartela artikullit ajo që na tregon dhe gjendja magazinës ajo që na tregon në çfarë gjendje kemi magazinën në bazë të raporteve të ndryshëm që i pam.
Doja dija ndonjë paqartësi që kanë për çfarë u shpjegua sot. Sepse jemi në 10 minutën e fundit. Sa I vlefshëm ishte për sot, do të thënë informacioni që morën. Çfarë kishin pa qartë apo? Më shërbeun shumë, thot kjo goca. Shpjegimi ishte shumë I saktë. Okej, ju falenderoj shumë dhe në orën vazhdim do shikojmë dhe thash modulin e shitje, Arka Banka dhe disa, si të themi, veprime të tipit ku mund ta fshi faturën, ku mund ta klonoj, e kështu me radhë. Kështu që shumë faleminderit dhe dëgjohemi në seancën tjetër.